mundur që të as të nisej procesi pa qenë së paku 2 kandidat në bazë të rregullorës së punës së kuvendit, në mënyrë që të mund të fillonte procesi për zgjedhjen e fillimisht të thirrej seanca e pastaj të fillonte procesi. Pra, direkt te kjo situatë ne kemi ardhur si pasojë e mungesës së gatishmërisë së opozitës për të dhënë propozime konkrete për kandidat. Por nuk pyet për emra konkret nga lëvizjeve vendosje, nuk pyet për emra që vijnë nga partia e lëvizjeve vendosje. Vetëm duhet edhe emra të tjerë vetëm duhet të dihet se si arritëm deri këtu ne. Duhet të ketë gjithmonë parasysh se ne ofruam në nënshkrimet tona për kandidatët të cilët do të propozoheshin. Dham 2 emra, 2 propozime në raport me atë se kush do të mund të ishte kandidat konsensual dhe të arrinte të marrte 80 vota edhe të zhbllokohej kështu procesi. Nga PDK-ja ishte ideja që të ketë kandidat partijak. Dhe vetëm atëherë dhe vetëm më pak se 30 orë para mbajtjes së seancës ne propozuam, domethënë, deputetin Glau Kunju, në fakt tash zëvendës kryeministrin dhe ministrin Glau Kunjuca dhe deputetin Fatmir Mullhoxha. Në këtë linjë, pra ne kemi vepruar vazhdimisht në raport me rrethonat të cilat kanë qenë në terren, sepse ne vërtet kemi qenë të interesuar të arrijmë një marrëveshje, të krijohet një konsenzus dhe të ecim tutje. Ky ka qenë pozicioni ju. Ju e dini që na qysh në krye të herës kemi thënë që nuk kemi një kandidat me librezë partijake, nuk kemi duke ofruar një kandidat në takimet të cilat i kemi ftuar opozitës me librezë partijake. Por nëse po kërkoni kemi synuar që të arrijmë një konsenzus, por kështu na drejtuan rrethonat dhe nëse kërkoni nga partitë opozitare që të vinë me emra konkret, pse ju si lëvizje vetëvendosje nuk po i vendosni këta emra konkret në takimet që po i zhvilloni? Ne si lëvizje vetëvendosje kemi propozuar emër konkret që kemi synuar se do të jetë edhe konsensual, është emri fillimisht dikush nga familja Jasharaj, por dihet pastaj qëndrimi, pastaj kemi propozuar dhe emrin e ministrit Andin Hoti, emër ky për të cilin domethënë nuk ka pas asnjë gatishmëri që të votohet apo të diskutohet. Pra, apo dikush nga lëvizja vetëvendosje, më thel. Në anën tjetër, në fakt dihet pse është propozuar Andin Ukshin Hoti, besoj që edhe për shkak të historikut të tij politik, një deklaratë jashtëzakonisht të vlefshme në raport me peshën e propozimit të tij e ka bërë dhe ai vet, të cilin unë e vlerësoj shumë, edhe besoj që ka qenë e jona që të japim 2 propozime që të bëjmë përpjekje që të arrihet deri te konsenzusi dhe pastaj për të arritur marrëveshje, unë e kam përmend disa herë, ajo nuk mund të paramendohet. Pra, tani ne ja kemi dhënë mundësinë edhe palëve të tjera që të japin propozime. Ata kanë thënë që janë të gatshëm të bëjnë propozime, por nuk e tregojnë emrin. Domethënë këtu ka qenë, ata kanë kërkuar në nënshkrimet tona, por nuk kanë treguar se për kënd. Pra kanë kërkuar votat dhe nënshkrimet, por pa emrin e kandidatit. Unë po shpresoj shumë që tani me që jemi në një rrethon të re pas vendimit të gjykatës kushtetuese, partitë opozitare të reflektojnë dhe të kemi vërtet takime përmbajtësore të cilat do të na mundsojnë të dalim nga ky ngërç në të cilin jemi rifutur edhe një herë si institucione. Pra, ju si lëvizje vetëvendosje presni që në takimet kur të që zhvillohen të radhës, partitë opozitare të vinë me propozime, të vinë me emra që ata i shohin të denjë për president. Tani shumë është e rëndësishme të dihet se ne akoma nuk i kemi përfunduar konsultimet tona të brendshme në raport me kandidaturat të cilat ne i kemi propozuar në Kuvendin e Kosovës. Ne duhet bëjmë një analizë këtu, e përmenda edhe më herët edhe juridike, në raport me atë se si duhet të veprojmë në këtë situatë, por është shumë e rëndësishme që fillimisht vullneti dhe gatishmëria për të mos bllokuar të ekzistojë, e pastaj në takime mund të ketë propozime konkrete se si duhet të dalim nga kjo situatë. Ne nuk jemi të interesuar për bllokim, lëvizja vetëvendosje qysh prej fillimit ka thënë që ne nuk mendojmë që vendi duhet të shkojë në zgjedhje, nuk mendojmë që zgjedhjet janë zgjidhja e këtij problemi, por nga ana tjetër ju keni parë deklarata të partive opozitare të cilat vazhdimisht kanë thënë që për këtë problem janë zgjedhjet. Unë shpresoj shumë që ata të kenë reflektuar edhe tani në këto takime që do t'i kemi këtu e tutje të veprojnë në bazë të interesit më të mirë të vendit, e që është konstituimi i institucioneve edhe puna pastaj në kuvend e në të gjitha institucionet. Planifikoni